Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka vendosur që pushimi zyrtar për gjykata të jetë nga 25 korrik deri më 20 gusht për periudhën verore dhe nga 24 dhjetori deri më 8 janar në periudhën dimrore. Ky vendim është mirëpritur nga njohës të sistemit të drejtësisë, të cilët besojnë se do të kontribuojnë në rritjen e efikasitetit në punën e gjyqësorit. Gjatë kësaj kohe, gjyqtar, prokuror, avokat e zyrtar të tjerë do të mbajnë seanca vetëm për rastet me prioritet ligjor dhe raste emergjente. Deri te ky vendim erdhi pasi gjatë muajit korrik, gusht, dhjetor e janar, po ndodhin shtyrje të seancave në mungesë të palëve. Është një hap shumë pozitiv i Këshillit Gjyqësor të Kosovës me qëllim të organizimit të punës kryesisht të gjyqtarëve, po edhe të prokurorëve, sepse ne si monitorues të sistemit të drejtësisë kemi parë që gjatë muajit korrik ose gusht ose edhe qershorit ka seanca ku shtyhen për shkak se gjyqtarët për prokurorë në farë marrin pushime vjetore. Po ashtu kjo u lehtëson punën edhe avokatëve, të cilët po ashtu në farë mund të organizojnë pushimet e tyre. Kështu që ky vendim besoj të sjellë më shumë efikasitet, më shumë rregull në gjykata, në mënyrë që mos të raportojmë nga seanca gjyqësore të shtyr, seanca gjyqësore për shkak të quhet mungesës gjyqtarit, prokurorit apo avokatit në drejtësi. Kështu që besoj që vetëm do të vërë rregull dhe do të, si themi, mos them edukoj, po në farë do të disciplinoj gjitha palët procedurë. Unë vlerësoj që një hap të mirë dhe pozitiv për faktin se gjykata do të vazhdojnë gjatë kësaj periudhe të punojnë vetëm çështjet natyrës urgjente, ndërsa për çështjet e tjera nuk do të merren në shqyrtim. Vlerësoj që shkon në funksion të rritjes mbi të gjitha të efikasitetit për faktin se në këtë periudhë siç dihet përgjithsisht edhe institucionet e tjera punojnë me kapacitete le të themi të limituara gjatë kësaj periudhe, pavarësisht që është punuar, kemi pas shtyrje të herpashershme të seancave si rezultat i mungesës ose mos prezencës së palëve, por pavarësisht që nuk ka qenë shkruar fundi korrikut dhe periudha e agoshtit si rregull thuajse me gjithë përfshirjen e avokatëve është shfrytzuar për këtë çështje, prandaj që një vendim të tillë e shoh edhe në këtë linjë që ndihmon edhe ndikon edhe në drejtim të koordinimit dhe të menaxhimit edhe të kohës sonë përfshirë dhe pushim. E në Këshillin Gjyqësor të Kosovës deklaroi se pushimi në blok i gjykatave do të ndikojë që puna e sistemit gjyqësor gjatë periudhës të vitit tjetër. Kjo do të nënkuptonte që në periudhën tjetër gjykata do të jetë shumë më efikase dhe puna në gjykata do të organizohet në mënyrë shumë më të mirëfillt. Unë kam vetëm edhe një çështje të lista esenciale e shërbimeve, meqense nuk po e votojmë vendimin si draft, por po e votojmë propozimin, atëherë të lista shërbime esenciale bashkë me zyrën ligjore të përfshihet edhe veprimet që lidhen në procedurën paraprake për mosat. Besoj pruha mund të ndihmojë teknikët të hetimit dhe të vëzhgimit, sepse mund të jenë procedura që mund ta diktojnë rrjedhën e hetimit në raste të caktuara. Këshilli Prokurorial i Kosovës i ka thënë Kosova Presit se ende nuk e kanë shqyrtuar këtë vendim të Këshillit Gjyqësor, ndërsa ndërlidhet me punën e tyre.